Në emrin tim edhe ta martës, duhet ju falenderoj gjithëve që jeni sonte këtu. Sa po mbyllim një vit, të pohim një vit të ri, një vit me mundësi të reja, sfida të reja, synime të reja. Ndërsa hedhim syt mbrapa, jemi mirënjohës për çdo hap që kemi bërë, edhe për mbështetjen tuaj. Marta dhe Bardhi, mirë se u gjetëm. Mirë se keni ardhur. Atëherë, cili është qëllimi i këtij takimi, i kësaj feste? Tashmë është bërë si tradit, çdo vit ne organizojmë këto evente, mbledhim shok, miq, klienta që na kanë mbështetur dhe na mbështesin në çdo hap e çdo drejtim të biznesit edhe të jetës. Bardhi, në sfond që kur hym dëgjuam muzikë shkodrane. Ju jeni një çift me origjina të ndryshme. Ti nga Shkodra edhe Marta është nga Fieri. Sot pas ka triumfuar Shkodra këtu. Po, është vërtet kemi më shumë Shkodran, po edhe Fierakt janë pjesë e grupit gjithmonë. Ne jemi gjithmonë në shërbim të komunitetit tonë. Për sa vitesh punoni si real estate team? Bashkët janë rreth 20 vjet që punojmë dhe tash po organizojmë një nga festat që ne japim nga vetja jonë gjithashtu back të komunitetit. Po, nga pikpamja shoqërore të themi, sa shërbejnë ngjarje të tilla për të lidhur njerëzit me njëri tjetrin? Pikërisht edhe kjo është një nga ato idetë e kësaj mbledhje, sepse nuk është vetëm biznes. Kjo është edhe njerëzit me u njohur me njëri tjetrin, me pas një energji pozitive, me qenë të mikpritur, edhe me kriju pse jo dhe shoqërira të reja midis tyre. Është me të vërtet kënaqësi që me lidh me njerëzit, me lidh edhe njerëzit tjerë me njëri tjetrin, me kriju komunitetin që mbështesim sa më tepër bizneset, po edhe punën e çdo secilit. Si është vibe, si është energjia në komunitet këto vitet e fundit? Ka optimizëm, ka dëshirë për të bërë biznes? Nëse flasim për përgjithësi, për klimën, ka pas ndryshime siç e dim gjithë dhe ka edhe challenges, por besoj se komuniteti shqiptar ka ecë mjaft mirë, edhe njerëzit në përgjithësi janë nga ana financiare janë mjaft mirë, edhe kjo shprehet edhe shikohet. Dikur thuaj për shqiptarët e Kanadas këtu e 20 vjet përpara që ka ardhur ajka e Shqipërisë. Sot struktura shoqërore demografike e komunitetit tonë vazhdon të mbetet e njëjta apo ka ndryshime në demografinë tonë? Mund të them që ka një lloj ndryshimit. Megjithatë shqiptarët gjithmonë janë të prirur drejt shkollës, drejt përparimit, edhe kjo ruhet edhe në familjet shqiptare, në traditën shqiptare, edhe kjo shifet. Në çdo familje që ne hym janë njerëz që me të vërtet kërkojnë përparimin, kërkojnë progresin, edhe lëvizin në shoqërinë kanadeze mas mirit. Jo vetëm ato, po kërkojnë të njëri tjetrin, kërkojnë të mbështesin njëri tjetrin dhe krijojnë ato miqësirat edhe për krahjen, për fëmijët e për brezat e tjerë. Ku kanë dëshirë shqiptarët të jetojnë, ose ku synojnë që të jetojnë dhe të ngulen, domethënë për një periudhë të gjatë? Janë gjithkohë, në çdo zonë GTA si shikon. Etobiko është mjaft e konsideruar e kërkuar sepse është e prirur nga komunitetet evropiane si italianë apo portugez, ka shumë polak, ka Ballkani, por gjithashtu ka në Van, është komunitet i madh shqiptar, në East Side, në downtown ka shumë shqiptarë. Është i përhapur gjithë. Mississauga, of course. Mirëmbrëma zoti Artan. Mirëmbrëma. Mirë se u gjetëm këtu në këtë mbrëmje shqiptare. Mirë se erdhët, është kënaqësi. Për sa kohë është ose në çfarë jeni njohur me çiftin? Bardhi dhe Marta janë një çift i shkëlqyer, ne njihemi që në qytet studenti në Tiranë dhe shumë vite njohuri bashkë. Jeta na përplasit bashkoheshim prapë në Kanada mas shumë vitesh. Dhe është gjithmonë kënaqësi që të kesh edhe miqësi, por dhe të bësh edhe biznes me Bardhin, pasi shërbimi i tij është ekselent dhe shumë djalë i mirë. Bardhi ka studiuar për muzikë, por ju, meqense që jeni bashkë kohës? Studiu inxhinieri elektrike, dhe në qytet studenti jemi njoft, por Bardhi ashtu siç e ka shpirtin si një muzikant, ashtu e bën edhe jetën. Si vlerësoni të iniciativë për të mbledhur shqiptarët për të festuar së bashku? Kjo është një mrekulli, pasi shqiptarët më në fund këtu kanë mundësi që të shprehin gjithë aftësitë e tyre, edhe njënë edhe me njëri tjetrin, të shkëmbejnë opinione dhe informacione, dhe aq më tepër pse jo mos me bë biznes me njëri tjetrin, pasi edhe komuniteti jon duhet rritet, edhe komuniteti jon duhet ketë vendin që i takon në Kanada. Tashmë
besoj që i kemi plotësu ose janë plotësu gjitha kushtet për të qenë ky komunitet i tillë në këtë vend. Më bëri përshtypje në këtë lokal shërbej kryesisht në Shqip, stafi shqiptar? Po, është lokal italian, në fakt, për gjithë stafi ose pjesa më e madhe është shqiptar, menaxheri është shqiptar, bile kena edhe nga Shkodra, është koishi joni. Kështu që ja, ndjena mjaft mirë këtu. Për sa vite që jeni këtu Blerim në Kanada? 15 vite. Sova që jeni menaxher i këtij lokali apo jo? Po, kam 8 vite që e menaxhoj. Çfarë bën këtë lokal interesant për shqiptarët? Se kam dëgjuar që frekuentohet shumë nga komuniteti. Kena shumë staf që është shqiptar, kena një kuzhinë të mrekullueshme, italiane, është puro italiane, nga Bari, Puglia. Çdo gjë është organike or wild, është absolutely amazing. The way they prepare it, the way we serve it, and the hospitality is to the maximum. Si vlerësoni këto takime, këto mbledhje të shqiptarëve si ky i sotmi? I afrojnë njerëzit apo jo? Absolutisht i afrojnë. Ky është një connection i mirë midis biznesit të restorantit edhe biznesit që zotnia me gruan e tij ka. Duke afruar klientelën e tij, ashtu afron edhe biznes për restorantin ton, është win-win. Both sides. Çfarë dëshironi ju Amarda që njerëzit marrin me vete nga kjo mbrëmje? Muzikë, pak ushqim të këndshëm, misira mase të reja, shoqëri të tjera, edhe pozitivitet, edhe kënaqësi pas me fillimin mbar të këtij viti.